mrekullueshme dhe krijoi një vizion për mënyrën se si duhet të funksionojë demokracia sipas modelit të një demokracie shumë të konsoliduar, siç është ajo në Francë. Pati gjithmonë ëndrrën të kthehej që këtë vizion ta shihte të materializuar edhe në vendin e tij të lindjes, në një zonë ku ka lënë pas shumë dashuri, shumë njerëz që i do dhe mbi të gjitha ëndrrën për të parë gjërat ndryshe, për të parë marrëdhëniet ndërinstitucionale të funksionojnë ndryshe dhe mbi të gjitha marrëdhëniet mes politikanëve, ligjvënësve dhe njerëzve. Unë kam kënaqësinë të kem në syrin e botës zotin Ethem Aga, kandidat për deputet i Partisë Demokratike. Faleminderit që gjetët kohën në këtë moment shumë të vrrullshëm dhe impenjativ për ju dhe për Partinë Demokratike. Faleminderit juve, Dori. Me kënaqësi jam tek ju dhe ju falenderoj përzemërsisht. Ethem, është takimi ynë i dytë, në fakt jemi takuar në një emision tjetër në syrin televizion 4 vite më parë. Mua më bëri përshtypje në atë kohë idealizmi, pastërtia juaj, mënyra se si i shinit qartësisht objektivat, çfarë donit realisht dhe shumë, le të them, qartësisht të sillnit ndryshimin në zonën ku kandidonit 4 vite më parë. Kam përshtypjen se shumë çka mund të ketë ndryshuar tek ju përposa atij idealizmi që vazhdoni ta keni. Këtë e them edhe nga takimet që kam patur paraprakisht me ju. Megjithatë, para se të shkojmë tek situata aktuale, ju, siç thash, keni kaluar 10 vite në Francë dhe sigurisht njihni mirë sistemin politik të këtij vendi dhe më qartë e kam fjalën në lidhje me zgjedhjet. Keni marrë pjesë në shumë zgjedhje, njihni mirë se si funksionon marrëdhënia midis politikanëve dhe popullit gjatë fushatës zgjedhore, por veçanërisht edhe pas saj kur i duhet tashmë politikanëve që të realizojnë premtimet e bëra me shumë bujë gjatë fushatës dhe popullit të kërkojë llogari në mënyrë të vazhdueshme. Kjo është një mangësi e popullit shqiptar, pra nuk kërkon llogari pas zgjedhjeve, po vazhdon të shajë dhe të fajsojë të tjerë. Tani unë dua të më sjellësh pak në vëmendje të shqiptarëve si funksionojnë këto dy momente të rëndësishme, pra fushata zgjedhore dhe momenti pas fushatës zgjedhore, vitet pas fushatës zgjedhore në marrëdhënie midis politikës, politikanëve dhe publikut. Ju e thap drejt, unë kam 35 vite që jetoj në Francë, në Paris, dhe kam parë me 10 fushata elektorale. Atëherë ka një ndryshim të madh në fushatat elektorale franceze, të demokracisë më të pjekur të botës, që është Franca, edhe asaj shqiptare. Po në të dyja aspektet, qoftë në aspektin para gjatë zgjedhjeve, para zgjedhjeve dhe edhe pas zgjedhjeve. Ndryshimi i parë është që politikanët francezë fillojnë fushatën 12 deri në 18 muaj përpara. Nuk e fillojnë në 30-40 ditë para fushatën. Vetëm fushata zyrtare hapet, por këto kandidat për deputet janë në fushat shumë kohë më parë. E përgatisin stafet e tyre, programet e tyre, janë të kujdesshëm edhe fjalët të cilët ata thonë. Kjo është diferenca midis Shqipërisë dhe Francës. Pastaj pjesa e dytë, ato që thatë ju, ka një ndryshim jashtëzakonisht të madh, Dori. Për shembull, politikanët francezë janë njerëz të përgjegjshëm edhe nuk justifikohen që kjo apo ajo gjë është bërë pas krahave të mia. Janë absolutisht të kujdesshëm fillimisht në programin në cilën ata bëjnë, e bëjnë me përgjegjshmëri këtë, edhe e mbajnë fjalën e dhënë. Në momentin që ai nuk e mban një deputet, për shembull, nuk e mban fjalën e dhënë, ai është i sankcionuar në mënyrë imediate. Diferenca midis që në Shqipëri ka deputet të cilët bëjnë 4-5 mandate dhe janë të papërgjegjshëm, po 100% të papërgjegjshëm. Kështu që ka një diferencë të madhe edhe kulturore, por qoftë edhe të formimit të tyre politik. Për një nga ato, një nga problematikat është që Dori, po t'i shihni këto politikanët shqiptar, mbasi bën një mandat ose 2, dalin njerëz të pasur, kurse në Francë ai e vazhdoi jetën e tij me ritmet të cilët ai ka pasur dhe në asnjë moment nuk ka korrupsion apo përfitim personal gjatë politikës së cilët ai e ka ushtruar, po gjatë mandatit të tij, që mandatet në Francë janë 5 vjeçare, po.
Zotëra, kam dy pyetje në lidhje me fushatën dhe periudhën pas fushatës, kur është edhe zbatimi i premtimeve të fushatës. Në lidhje me fushatën, pyetja ime është, në rast se një politikan i çfarëdo lloji, çfarëdo hierarkie, fillon dhe flet budallallëqe apo më keq sharje, fyerje, ja çdo kontekst njerëzor e jo më politik, çfarë ndodh me elektoratin? Cili është reagimi i menjëhershëm, afat shkurtër dhe afat gjatë? Ndaj ti. Këtu ka dy gjëra. Një e para, ka një gjykatë administrative e cila në mënyrë imediate e shikon rastin. Edhe në qoftë se rasti është shumë gravisim, shumë problematik, mund të largohet nga fushata elektorale. Por rastet janë shumë të rralla këta. Rasti i dytë është që në momentin që një kandidat për deputet fillon e tregon budalliqe, ai ka humbur gjithçka, ka humbur elektoratin e tij, ka humbur zgjedhësit e tij. Kjo është, unë mund t'ju tregoj një histori personale. Unë jam me të djathtën franceze, me republikanët, François Fillon, që ishte kandidat për president, në një nga fjalimet e tij filloi foli kundra Kosovës. Në mënyrë imediate, unë edhe njerëzit të cilët donin Kosovën, ju largun François Fillon, sepse në mënyrë racionale që Franca ishte një nga vendet e para e cila ka njohur Kosovën. Prandaj që në mënyrë imediate ai humb elektoratin e tij. Nuk po ju them që François Fillon humbi sepse unë u largova apo foli për kundra Kosovës. Por në momentin që ai fillon flas budalliqe, i vazhdon budalliqet e tij. Edhe kështu që nuk fiton, është pra penalizohet me një herë, domethënë jo vetëm nga institucionet që janë shumë të vëmendshme ndaj broçkullave dhe ndaj fyerjeve publike, ndaj popullit, por edhe nga populli vetë i cili ta ka hequr vizën apo jo. Me një herë. Patjetër, kjo është imediate. Kjo nuk ka si më thon kohë që nuk i duhet kohë, domethënë elektoratit francez që ta sanksionoj. Ai sanksionohet në mënyrë imediate për broçkat të cilët ai flet. Sikurse duhet të jetë. Tani imagjinoni një politikan që flet më ndjeni për shprehjen lar pa lar në fushat se çfarë mund të bëj në momentin kur vjen në pushtet. Pra, nuk mund të imagjinohet. Vim tek pjesa e dytë, tek ardha në pushtet, e zëm se një politikan francez konsakrohet me pozicionin në Asamblenë Nacionale ose le të themi në rastin e Shqipërisë në Kuvendin e Shqipërisë. Cila është marrëdhënia e tij me publikun, llogaridhënia, pra cilat janë ato mekanizma përmes të cilave publiku, zgjedhësit e mbajnë nën presion politikanin në lidhje me premtimet e bëra. Mekanizmat të cilat ju do t'i aplikoni kur të zgjidheni deputet në Kuvendin e Shqipërisë në zonën tuaj, apo jo, e keni të qartë se si do të operoni në këtë drejtim? Cilat janë ato mekanizma në Francë që doni t'i praktikoni edhe në Shqipëri? Mekanizmat janë të thjeshta, Dori. Ka një program të Partisë Demokratike ose një program të një partie politike e cila është në Francë. Atëherë, programi i partisë në rastin e Francës, zgjedhësit, les électeurs që quhet në Francë, kanë zgjedhur një deputet në bazë të një programi i cili ai ka prezantuar. Në momentin që ky deputet nuk mbron programin për të cilin ai është zgjedhur, ai sanksionohet në mënyrë imediate. Gjëja e parë që është, domethënë, nuk ndiqet nga zgjedhësit e tij, por ai ka edhe një zyrë elektorale, ka edhe mbledhje publike gjatë gjithë kohës. Një deputet francez vjen në popull, në zonën e tij elektorale, edhe ka mbledhje publike. Pothuajse çdo muaj, mos me thonë, çdo 15 ditë. Çfarë ndodh në këto mbledhje? Në zyrën e tij elektorale, edhe në mbledhjet publike që janë këtu, elektorati i tij e sanksionon në mënyrë imediate, duke i thënë që, ore, ti nuk ke fytyrë që të vish para nesh, edhe të na thush të kundërtën e asaj që na ke premtuar. Edhe ai humb të gjithë legitimitetin që ka në popull, në elektoratin e tij. Nuk ka masa administrative, që ai të largohet apo jo, por është i sanksionuar në mënyrë pothuajse në mënyrë imediate, populariteti i tij është zero, edhe në këtë moment ai nuk guxon që të vi para popullit dhe të kërkojë një mandat të dytë.
Dori, kurse në Shqipëri do dhe kundërta. Në momentin që një deputet shqiptar zgjidhet, ai nuk shifet më asnjëherë kurrë, merret me punët e tij, merret me Allish Berisha, nuk e di se ç'bën, domethënë, edhe vjen 4 vite më mbrapa me të njëjtën histori, me ca lek më tepër, edhe fillon në rastin më të keq, fillon e blen zgjedhësit shqiptar. Nëse unë zgjedhem deputeti parlamentit shqiptar që me gjasa ka shumë shanse që të zgjidhem, unë do t'jem një njeri i përgjegjshëm. Çfarë do bëni konkretisht, zoti Aga? Çfarë do bëni konkretisht me marrjen e mandatit? Konkretisht, në marrëdhënie me njerëzit, me publikun. Është shumë e thjeshtë. Gjëja e parë që unë do të bëj me zgjedhësit e mi është zbatimi i programit Partisë Demokratike. 200 euro në muaj pensioni minimal. E kemi thënë, rroga minimale 500 euro, paketa e dhimbshurisë, si edhe programi ekonomik i Partisë Demokratike. Nëse këto pika nuk zbatohen, atëherë unë do t'jem zëri i tyre në Parlamentin e Shqipërisë dhe do t'i them edhe kolegëve të mi që nëse këto pika nuk zbatohen nga Partia Demokratike, keni fjalën. Nëse këto pika nuk zbatohen nga Partia Demokratike. Çfarë do bëni ndaj Partisë Demokratike? Çfarë do të bëjnë ndaj Partisë Demokratike? Do të jem një zë, domethënë nuk do të jetë, vota ime do të jetë kundër tyre. E thjesht fare, është e fortë si anoncë, do të them, por unë nuk mund të pranoj. Për shembull, nëse ne kemi një programin e 100 ditëve të para, nëse në 100 ditët e para ne nuk zbatojmë programin ton, atëherë unë i them edhe qytetarëve shqiptar sot, i them që nëse Partia Demokratike nuk e ushtron programin e saj, atëherë ngrihuni dhe hidheni edhe qeverinë, hidheni, se kështu bëjnë francezët, kështu bëjnë të gjitha demokracitë e pjekura të botës, nuk janë dakord, atëherë domthonë ngrihen gjithë edhe i thon stop qeverisë, të ndroj qeveria, fundja. Kaq. Juve ju kujtohet, Dori, që në Francë për 1 centim ose 2 euro për ngritjen e çmimit të karburanteve, u ngritën me mijëra njerëz, me qindra e mijëra njerëz, dhe me javë të tëra ato që quheshin jelekët e verdhë, dolën në rrugë, kurse këtu ka një papërgjegjësi të jashtëzakonshme. Në të njëjtën kohë nuk e kuptoj që Partia Demokratike premton 30-40% të ulje karburanti, edhe asnjë shqiptar nuk reagon. Që punë kështu. Nëse një parti politike në Francë premton ulje 10% ose 15% të karburantit, atëherë do të kishte 80% të elektoratit francez. Zoti Aga, cilat janë ato, le të themi, pika kryesore ndryshimi nisur nga eksperienca juaj në Francë, nga krijimi i vizionit tuaj për